Përshëndetje miq dhe mirë se vini në kanalin ton. Në këtë video do të zbulojmë 10 aktorët më të famshëm turq që kanë vizituar Shqipërinë dhe Kosovën. Ndër to vlen të përmendim aktorët e serialit Ezel, Gümüş, Nusja nga Stambolli dhe shumë të tjerë. Le të fillojmë me Burak Özçivit. Ai ndodhet në Shqipëri dhe ka zgjedhur të kalojë pushimet në qytetin e Vlorës, i shoqëruar nga bashkëshortja Fahriye Evcen. Burak postoi një foto në aeroport me destinacion Shqipërinë. Ai shihet duke biseduar me stafin të një restoranti në Vlorë dhe duke shijuar momentet në Bregdetin shqiptar. Edhe Fahriye ndau disa foto nga vizita e tyre. Gjatë qëndrimit, Burak vizitoi zyrat e Bashkisë së Vlorë. Ai u impresionua nga bukuria e qytetit dhe fansat që e takuan dhe bën foto ishin të shumt. Burak Özçivit është i njohur në Shqipëri dhe Kosovë për rolet në serialet Kara Sevda dhe Osman. Gjithashtu dhe aktori Burak Toskoparan, disa kohë më pare ka vizituar Kosovën për disa ditë. Gjatë qëndrimit të tij, Burak ka ndarë disa foto në llogarinë e tij personale në Instagram, ku shkruan: "Tu ngjatjeta Kosovë." Në një nga postimet e tij, ai shfaqet në një ambient të hapur, duke shijuar atmosferën e qytetit dhe duke u ndjerë shumë i relaksuar dhe i lumtur. Vizita e tij ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut shqiptar dhe kosovar. Burak Toskoparan është i njohur në Shqipëri dhe Kosovë për rolin e tij në serialin Atesh Kushlari, Zogjtë e Zjarrit, Paramparça, Fate të kryqëzuara dhe se fundmi e kemi parë në serialin Sijah Kalp, Zemra e Zezë, ku ka luajtur së bashku me aktoren Lejla Tanlar, me të cilën kanë qenë vëlla e motër në serialin Fate të kryqëzuara. Në vitin 2014, Tërkan Soraju vizitoi Shqipërinë si e ftuar deri në festivalin ndërkombëtar të filmit në Durrës. Gjatë këtij festivali, ajo u nderua me çmimin e karrierës. Ajo u prit me entuziazëm nga publiku shqiptar dhe media. Gjatë qëndrimit të saj, ajo vizitoi qytetin bregdetar të Durrësit, ku shijoi bukuritë natyrore dhe mikpritjen e ngrohtë të shqiptarëve. Vlen të theksohet se Tërkan Soraju ka luajtur në më shumë se 222 filma dhe ka fituar çmime të shumta. Ndërsa në Shqipëri është e njohur për një nga filmat më të njohur turk Shami Kuqa, e cila më vonë u bë dhe serial. Ugur Aslan, aktori i njohur turk për rolin e tij si Zehir në serialin Kara Sevda, ka vizituar Kosovën për disa ditë. Ai vetë tregoi këtë përmes një fotografie në llogarinë e tij personale në Instagram, ku shfaqej në ambientet e kryeqytetit, ndërsa më vonë vizitoi qytetin e Prizreni. Përgjatë vizitës të tij, ai ishte në parkun e Gërmis ku postoi një foto me vajzën. Në treva tona Ugur është i njohur për rolet e tij në serialet Dashuri e pafund dhe së fundmi tek Sekrete familjare, transmetuar në TV Klan. Erkan Petekkaya ka vizituar disa herë Shqipërinë dhe Kosovën, duke u bërë më i dashur për publikun shqiptar. Në vitin 2024, Erkan Petekkaya ka kaluar disa ditë pushimi në Shqipëri. Ai ka vizituar qytetin e Vlorës dhe Tiranës. Ai ka ndarë momente nga vizita e tij në rrjetet sociale, ku shfaqej duke shijuar bukuritë natyrore dhe mikpritjen e shqiptarëve. Në një postim në Instagram ai shkruante: "Qyteti është i mrekullueshëm." Po ashtu Erkan ka vizituar edhe Kosovën. Ai ka shpërndar një postim në Instagram që ndodhej në Prishtinë duke shkruar: "Ju uroj një ditë të bukur." Aktori është i njohur nga publiku shqiptar nga seriali turk i njohur Fate të kryqëzuara ku ka luajtur rol kryesor. Semra Dinçer është një tjetër aktore e famshme që ka vizituar qytetet tona. Ka qenë vetë aktoria turke, ajo e cila ka hedhur një fotografi në rrjetin social Instagram, ku shfaqet bashkë me miqtë e saj duke pozuar pranë bustit të Adem Jasharit te kompleksi memorial. Ajo është parë shoqëruar nga modelja bukuroshe Arbnora Ademaj, e cila tashmë është pjesë e kinematografisë turke, dhe nga aktori Vedat Bajrami në Prekaz të Skënderaj. Aktoria ka marrë pjesë në seriale të famshme si Nusja nga Stambolli, Ezel dhe Kyzej Güney. Aktoria tjetër në listën tonë është Songül Oden, një emër shumë i dashur për publikun shqiptar. Në vitin 2011, Songül vizitoi Shqipërinë si e ftuar speciale në festivalin Kënga Magjike, ku mahniti publikun jo vetëm me prezencën e saj, por edhe me disa fjalë të thjeshta në shqip që e bën menjëherë të afërt me audiencën. Ajo u prit me shumë dashuri nga publiku shqiptar, dhe vizita e saj në Tiranë u komentua gjerësisht në media dhe rrjetet sociale. Songül është bërë e njohur në Shqipëri dhe Kosovë, nga seriali Gümüş dhe Shtëpiake të dëshpëruara që u transmetuan në TV Klan dhe patën një sukses të jashtëzakonshëm, duke e bërë atë një nga fytyrat më të dashura të serialeve turke. Perihan Savas ka vizituar Shqipërinë në vitin 2014, ku mori pjesë në javën e filmit turk në Tiranë. Ajo ka shprehur vlerësim për Shqipërinë dhe ka theksuar se shqiptarët janë shumë të dashur në Turqi. Aktoria është shumë e njohur për shkak të pjesëmarrjes tek seriali Çukur që ka pasur rekorde shikueshmërie. Tolgahan Saisman, aktori turk i njohur, është i martuar me modelen shqiptare Almeda Abazi.
Kjo lidhje ka forcuar më shumë lidhjet e tij me Shqipërinë dhe Kosovën. Në vitin 2018 Tolgahan vizitoi Shqipërinë, ku shprehu vlerësimin e tij për bukuritë natyrore të vendit. Ai ndau një foto nga qyteti i Durrësit në rrjetet sociale, duke theksuar se është shumë i kënaqur që ka vizituar qytetet tona. Ndërsa në vitin 2023 bashkë me familjen, kaluan pushimet në jug të Shqipërisë, duke vizituar qytetin e Dërmiut dhe duke shijuar mikpritjen e ngrohtë shqiptare. Ai është i njohur në Shqipëri me serialet Kampioni im dhe Perla e Zezë. Këta janë 10 aktorë të njohur turq që kanë vizituar trojet tona. Vizitat e këtyre aktorëve kanë nxitur interesin e turistëve për të vizituar Shqipërinë dhe Kosovën, duke kontribuar në rritjen e turizmit. Po ju a keni pasur ndonjëherë mundësinë të takoni ndonjë prej këtyre aktorëve? Na shkruani mendimet tuaja në komente dhe mos harroni të bëni like dhe të abonoheni për më shumë video të tilla. Faleminderit!